Gjithmonë ka një shesh bosh për monumentet. Një shesh që pret prej kaq e kaq vitesh. Nënën Tereze e kom, gjyshi jam, e gjyshi sajra motër e vlla. Majka Tereza, kad je bila mala i kao djevojka, molila se pred ovim kipom koji se zove Zemra e Krishtit. Nën Tereza posa u prezentova i buzëqeshi fytyra me një rrezatim, me një kënaqësi si më të madhe se sa zakonisht i buzëqeshte gjithmonë nga pasuria e saj shpirtërore që kishte kur mori vesh si jam shqiptar. Ajo është gongja e cila u ujit me djersën, me lotin dhe me gjakun e popullit tonë. Edhe kudes? Po, qëra kom? Albania. Se lei vuole che io dica qualche cosa di Madre Teresa di Calcutta, potremmo anche chiamarla Madre Teresa dell'Albania, perché è originaria dell'Albania. Allora il territorio albanese si estendeva ancora un po' di più. Nuk mund të mos përshëndes një njeri të përhuajtur që ndodhet në mes tuaj. Është Nën Tereza. Të gjithë e dinë nga vjen, cili është atë dheu i saj. Atë dheu i saj është këtu. Katolikët ishin një pakic në qytetin e Shkupit në 1910. Qyteti numëronte atëherë vetëm 25.000 banor. Jati Kol Bojaxhiu ishte sipërmarrës ndërtimit dhe zotronte një firmë të fuqishme, e cila kishte ndërtuar dhe teatrin e parë në Shkup. Ishte antar i Këshillit Bashkiak dhe fliste disa gjuhë huaja, veç gjuhës amtare shqipes. Quhej Dranafile Bernoj dhe ishte një grua me besim të thellë tek Zoti. Banonin në një shtëpi të lartë me një kopësht gjithë pemë e lule. Një ditë pas lindjes, fëmia i tretë i Bojaxhinjve u pagëzua me emrin Anjeze. Mësimet e para së bashku me motrën Age dhe vllajin Lazar i morën në kishën e Zemrës së Shenjtë. Me nonën Tereze e na has për dit, se shtëpia jonë kaloshim rreth sajna, tu thirrshim me shkua bashkë në kish, atje në borë kena pasën kretje në mledh shoshnia për me knua, këtu jena në kodë Shqipë, shkollë Shqipë, në Shkup. Në mësoj ke Ze Flushi, o konë shqiptar prej Tirane. Vajzën e vogël topolake me faqe të trëndafilta e thërisnin gongje, sepse ishte si një gongje trëndafili që rritej e bëj gati të shpërthente. Kur gongja e vogël ishte 7 vjeç, vdes babai dhe fillojnë vështirësitë. Nën trëndafilja mbledh vetëm për t'i dalë zot shtëpisë. Ja fillon me qëndisje dhe arrin të krijojë një ndërmarrje të fuqishme.
Bashkë me të qëndiste edhe vajza e vogël që më vonë do të qëndiste gjithë botën me lulet e shpirtit të saj të rrallë. Ka një kishë në rrethinat e Shkupit ku shpirti i saj filloi lidhjen e përjetshme me Zotin, dhe ajo quhet Kisha e Letnicës. Në Letnicë, një vend, një fshat malor, ku ambienti ishte i pastër dhe i bukur, ajo përtrihej, shlodhej, dhe ndinte vetën shumë mirë edhe për ka shëndeti. 6 vite radhazi, ajo kalonte një muaj pushim në Letnicë. Gjatë atij muaj kishte shumë prirje, lexonte, shkruante, meditonte, lutej, shoqërohej me të rinjt dhe të rejat, dhe aty gjithnjë kërkonte rrugën, kërkonte ndriçimin. Në vitin 1928, me 14 gusht, ajo e bjen vendimin jetësor. E kall një qiri në dorë, ullët para truporës së Zojës Letnicës, Zojës Sërnagore, dhe e bën këtë përkushtim. Duhet të bëhen motor misionare për të ndihmuar të varfërit e botës. Ndërkohë në Shkupat, Xhambregoviçi krijon një shoqat me emrin Vllazëria e Virgjireshës dhe flet me fjalë të zjarrta për misionarët si vëllezër që punojnë në Indi. Në zemrën e vajzës India bëhet një ëndër që djeg net dhe fantazinë e saj. Dhe ja, një ditë ajo vendos. Vendimin e mori ai, thot Nën Tereza dhe ngre gishtin drejt qiellit. Ja thash vendimin tim nënës. Ajo u mbyll 24 orësh në dhomën e saj dhe nuk doli. Pastaj hapi derën pas të cilës dridhej Gonxha dhe tha vetëm këto fjalë. Vëre dorën në dorën e Zotit dhe ecë gjatë gjithë rrugës me të. Lutja e Gonxhe Bojaxhiut, nisur urdhrit Loreto në Bengal të Indis, është pranuar. Por rruga për atje fillon nga abatësia Loreto, në rreth farmën të Irlandës, ku duhet mësoj pak anglisht. Ky flok bore mbase është shëmbëllimi i lotëve të nënës që po ndaj nga bia e saj 18 vjeçare. Mbase ky xhami ka filmuar dhe se thanë dot kur. Mbase ajo dega tjetej imiton akoma tundjen e dorës së Nën Terezës, që po ikte përgjithmonë drejt triumfit të saj. Shqiptarja e vogël ikte dhe nuk e dinte se ajo dorë do gjunjëzonte para saj gjithë mbretërit dhe presidentët e botës. Ikte dhe nuk e dinte që ajo do t'ishte dora më madhështore pas asaj të Jezu Krishtit. Dora që do të zgjeronte të vetmen perandori të parrëzueshme të botës, perandorinë e dashurisë. Ania me cilën udhtoi Nën Tereza derisa arriti në Kalkuta të Indis, ka mbajtur për 7 javëresh ngarkesën më të çmuar të botës, përpara së cilës tonelatat të rari nuk kanë asnjë vlerë. Nën Tereza nuk ka bagazh. Ajo vetë është bagazhi i gjithë mjerimit njerëzor. Ajo di fare pak anglisht, po përveç Zotit lart në qiell, ajo është njeriu që di të flasë më mirë se çdo kush tjetër gjuhën e tij në tokë. Më 16 janar 1929, ajo dërgohet në rishtarinë e Loretos, në Darjeeling, 400 kilometra larg Kalkutës për t'u bërë murgesh. 2 vjet brenda mureve të manastirit kalojnë pa u ndjerë.
Më 24 janar 1931, Gonxha Bojaxhiu bën betimet e para për besnikërinë ndaj varfërisë, papërlyeshmërisë dhe bindjes si një motre e Loretos. Që nga ky çast merr emrin e famshëm Tereza, e frymëzuar nga emri i murgeshës franceze Maria Tereza, të cilën Vatikani më 1927 kishte shpallur shenjtore. Pas i mbaron rishtërinë, nëna dërgohet si mësuese në periferinë e Entalit Kalkutës. Nxënësit e saj janë varfanjak, lypsil, të smurët, tuberkulozë, jep histori, gjeografi dhe mësim feje. Në 1937 emërohet drejtore e shkollë. Për 17 vjet me radhë deri në vitin 1944, ajo bën të njëjtën gjë. Është ende një nga motrat që rrobtohet gjithë ditën në punë. Nuk ka shpërthyer akoma frymëzimi i saj vulkanik, i frymëzuar drejt për së drejti nga Zoti. Një ndim Jerimi derdhet si lumi i madh gang, kur del nga shtrata. Drejt Kalkutës vërshojnë miliona fshatarë të rënuar brenda disa ditësh. Qeveria e Bengalit pranon se ato ditë vdiqen nga uria 2 milion njerëz, por shifra është tepër e vogël. Pamjet rënqetëse ndodhen para syve të zemrës më përgjërruese që ka njohur ndonjëherë bota, Gonxha Bojaxhiut, e cila jep emër të mbaj gjallë në shkollën e saj 200 fëmijë jetim me një grush oriz të lypur me aq mundim. Pikërisht midis këtij feri përpara të cilit do të dorëzohej edhe vet Dante Alighieri, në 10 shtator 1946, nën Tereza dëgjoi zërin e Zotit. Ishte një thirrje e brendshme që i thoshte të dilte në rrugë tek të varfrit. Për herë të parë në historinë mira vjeçare, ajo do të vinte në hall kushtetutën e cimentuar prej 2000 vjetësh të Vatikanit. Një murgeshe europiane duhet të lindte manastirin dhe duhet të dilte në rrugë. Kur e mori vesh arqipeshkvi, u tmerrua. Një leje të tillë mund ta jepte vetëm Vatikani. Kjo çudi nuk ishte ndodhur kurrë, dhe për të u desh një vit përpjekje. Selia e shenjtë dha lejen, mbështetur në një nen për raste të veçanta. Do të mbetej murgesh, por ja do të punonte jashtë mureve të manastirit. Lajmi rasi një bombë dhe i hutoi të gjithë. Leja që ishte mohuar 300 vjet më parë anglezës Mary Wardi, tani ishte dhënë një shqiptare e të hekurt. Aq e pazakon që kjo gjë sa që qendra i dërgoi një letër çdo institucionit Loretos në Indi. U kërkoi që as të mos e lavdronin, as të mos e kritikonin qëndrimin e saj. Kalvarin e pafund të lejës mund të shkruhet një roman i tërë. Gruaja shqiptare e çau më në fund murin prej granit të kanoneve kishtare, dhe Gonxha Bojaxhiu del në rrugë, aty ku betejë e madhe s'ka as fillim, as fund. Ka filluar kështu një nga punët më të mëdha të njerëzimit, një nga mrekullitë më të mëdha në emër të dashurisë, në emër të Zotit, Jezu Krishtit. Në Terezën e presin në të gjithë botën mbi 20 milion tuberkuloz, 14 milion lebroz, 100 milion njerëz që flenë në qiell, në ura apo në kuti kartoni. Aty pranë një pellgu ajo hap shkollën e saj të parë për zbatharakt. Klasa është pranë një pellgu në qiell të hapur. S'bëhet fjalë për të ras dhe shkumsa. Nana merr një shkop dhe shkruan shkronjën e parë në tokë. Janë vetëm 4-5 fëmijë, po dita ditës ata shtohen. Dikush bie një karrige, një stol. Manastiri ku fle është larg dhe ajo merr bukë me vete.
Dhe ka raste që në mbrëmje të kthehet në këmbë sepse paratë e biletës mund t'jenë bërë panine për ndonjë fëmijë të urritur. Indinë e varfër të asaj kohe, lypja dhe lmosha ishin bërë pjesë përbërëse një zakoni të vjetër dhe të nderuar. Në Tereza i përshtatet shumë mirë kësaj praktike dhe fillon ekspeditet e saj të lypjes për barna e përveshje. Në një mençuri të rrallë ajo nuk pranon asnjë qindarg ndihmë nga kisha dhe qeveria. Gjë e tillë do të binte ndesh me betimin e saj për varfërinë absolute dhe do të sillte me vete një varg kushtesh dhe humbjen e lirisë së saj. Është më shumë se e habitshme. Vetëm brenda 2 javësh ka hapur 2 shkolla dhe një dispanseri. Ditari i saj i këtyre ditëve është plot gëzim dhe një lutje për Zotin dhe e shkruan. Të lutem Zot, do t'jem e lumtur t'i shoh të gjithë në shkollë. Flendet tek motrët në manastir, por e kupton se kjo nuk shkon. Do që t'jetë në mes të varfërisë. Pas shumë përpjekjesh 2 vëllezër shpirt më dhenj, Alfred dhe Mikael Gomez, i dhurojnë paqira një dhomë në katin e 2. Shtëpia ndodhet në Creek Lane. Nëna vendos aty një kuti kartoni si tryezë dhe një karige, asgjë tjetër. Natën e parë ajo është vetë. Pastaj bashkëpunëtorja e parë, Charuma, një kuzhinjere e veç nuk e le vetëm nënën. তোমার সহায় তুমি নারী করে তুমি না তোমার ফল মারিয়া ঈশ্বর আমরা পাপি এখন আমাদের মৃত্যু পাই। আর বিষয় পেয়েই আসতো সময় সময় ফাদার আসতো মিশা হতো প্রথম. Për Gonxha Bojaxhiu njerëzit janë njësoj, kristian, musliman, hindu. Pas 3 javëve tek nëna vjen krishtarja e parë, Subashini Das, që më vonë do të bëhej motra Anjeze. Ajo është antarja e parë e shoqatës së bamirësisë. E dyta është Magdalena Pati Gomez, të cilën ajo e dërgoi të studionte për mjeksi. Dhe pas disa vjetësh ato bëhen 30 e ca vajza që punojnë ditë e natë bashkë me të, rrugë më rrugë. Ato dalin 2 nga 2 dhe shkojnë tek lebrozët. Mbledhin një jetim me temperaturë, të uritur, lypin në farmaci, mbledhin një grusht oriz, shpëtojnë diku një jetë të përmbytur nga rrugnaja e mjerimit. Ato hanë së bashku dhe ushqimi i tyre është për ditë të tëra vetëm oriz dhe krip. Që kisha t'ja jap lejen për themelimin e kongregacionit misionarëve të bamirësisë. Duhej bërë statuti dhe atë e hartoi Ati Vaneksem me 275 rregulla. Dhjetra faqe mund të përmlidhen vetëm me 2 fjalë që propozon Nën Tereza. Kameti, të shkruara mbi kryqin e misionarëve. Selitë e saj shpallen në rrugët, trotuaret e Kalkutës, getot e lebrozëve, kudo ku kishte etje për dashurinë njerëzore. Më 7 tetor 1950 doli dekreti i ngritjes nga Selia e Shenjtë në Vatikan, që miratonte statutet. Kjo është një datë historike. Tani ambienti i vogël si nxmë dhe zhvendosën në rrugën 54, a Lower Circular Road. Nën Tereza i mori hua kishës 10.000 sterlina. Ekziston akoma regjistri se si Nën Tereza i shleu ato dal nga dal për disa vjet
deri në qindarkën e fundit. Askujt nuk mund t'i shkonte ndërmend se kjo shtëpi që mori emrin shtëpia e nënës do të bëhen më pak se 40 vjet qendra e urdhrit më të suksesshëm në botën e krishterë. Një organizatë ndërkontinentale me elektoratin më gjigant të botës, në më shumë se 100 vende. Tingëllon e pabesueshme, por nën Tereza mezi pranoi të instalojë një telefon nga frika se mos rriteshin shpenzimet. Çdo qindark mund të blinte një grusht oriz dhe me të oriz mund të shpëtonte një jetë njerëzore diku në botë. Të gjithë habiteshin se si në Kalkutë në Rëmuj, ku telefonat më shumë heshnin se sa punonin, ai i nënës nuk prishet kur dhe s'duhet haruar se po të bjera i telefon, zëri nënës mund të ngrerë natën nga gjumi çdo president të botës. Kjo shtëpi, që është më dinjitozja e botës, është njëkohësisht më e varfër. Dhoma është bosh, e shtruar me rogoza dhe këtu 100 rishtare kanë dhe altarin e lutjes. Dita e punës për të shkon 14 deri 16 orë dhe nisja 2 nga 2 nëpër rrugët e Kalkutës. Disa në këmbë, disa në një makinë rangall të misionit. Destinacioni: drejt qendrave lebroze, tuberkulare, dispanseritë e përgjithshme, jetimoret, kopshtet, qerdhet, rrugët. Kudo që shkojnë, ato s'pranojnë asnjë gotë çaj. Për 50 vjet rresht kjo veshje, ky orar, kjo pagjumësi. Për 50 vjet edhe 100 hekurin këto kushte ndryshket, kalbet dhe kputet. Por nëna nuk bie, sepse aliazhi i zemrës saj ka një përzierje 1000 herë më të fortë. Me të dashuria, mëshira, frymëzimi i Zotit dhe besimi janë lidhur me një formulë të tillë magjepse që askush nuk e kupton dot. Kjo formulë ka brenda dhe gjakun e një race vitale që është më e lashta në Ballkan. Asaj duhet të shkojë në të gjithë Indinë e tërë botën për të parë nga afër misionet e saj, për të ndrequr ndonjë nga hallet e shumta. Mund të shkojë për të takuar kur të dojë dhe në çdo orë kryeministrin e Bengalit, nëse çështja është e ngutshme. Kur motrat flën, ajo i përvishet përgjigjes së korrespondencës që është e pafundme. Motrat nuk shkojnë në punë të enjteve, ndërsa nën Tereza nuk ka asnjë ditë pushim. Pasuria e motrave është një kryq, 3 fustane sari të arnuara, një dyshek kashte dhe një pjatë metalike për ushqim. Kështu jetohet në shtëpinë që ka mbledhur miliona dollarë për të varfër. Njëherë një milioner vendës i propozoi t'i vinte në bank disa milion, me kusht që ajo të përdorte vetëm interesat. Nëna nuk pranoi. Veç më duhen mua ato para kur nuk mund t'i përdor të gjitha me një herë për të varfër. Nuk dua që puna të më shndrohet në biznes. Ndryshe, në 468 shtëpitë e mia në të gjithë botën më duhet të mbaj një ushtri me llogaritar. Nën Tereza nuk filozofon shumë, dhe ja se sa thjesht gjykon ajo për paratë. Paraja. Kur nuk e vras mendjen për të. Gjithmonë vjen vetë, për ne kujdeset Zoti. Kur do që diçka të bëhet, ai e gjen edhe rrugë. Dhe nëna e prekur tregon para të çiftin e varfër indian, që paratë e kursyeara për dasëm ja prunë nën Terezës. Nuk blen rroba, nuk bën ceremoni, as dark martese, as muaj mjaltë. Erdhën dhe morën vetëm bekimin e saj. Tregon dhe syti mbushen me lotë. India e kontrasteve ofron episode të shumta. Njerë
tjetër 2 milionerë dhe një djali varfër indian 18 vjeçar ishin rastësisht bashkë tek nëna. Milionerët pyesnin pa takt se me çfarë mund ta ndihmonin atë. Të lutemi për Zotin, u tha nëna, dhe ju drejtua djalit që ishte i shushatur fare. Lutu dhe ti dhe më thuaj pse ke ardhur. Djali i bllokuar nga emocionet dridhe i tëri dhe nuk gjente dot fjalët. Të njoh qysh fëmijë, tha ai. Jam rritur me emrin tënd. Por ja, është hera e parë që të shoh. Dhe plot turp futi dorën në xhep. Ka marrë rrogën e parë në jetë dhe nëna më porositi ta lë këtu. Kështu tha dhe la tek këmbët e nënës 600 rupi. Më 1970 në Indi kishte 25 shtëpi. Më 1980 ishin 86 të tilla. Më 1991 numri arrin 168 dhe vazhdon të rritet. Shtëpia e parë jashtë Indis hapet në Venezuelë më 1965. Të dytën e hap brenda në Rom, pastaj në Londër, New York, Ripin e Gazës, Bangladesh, Yemen, Etiopi, Bashkimi Sovjetik, Japoni, Afrikë e Jugut dhe dal nga dal pushton tërë planetin. Më 1998, ajo i kërkon leje vetë Papa Gjon Pavlit II për të hapur një till brenda në Vatikan, në hijen e vetë kishës së Shëmpjetrit, edhe pse Roma kishte 3 të tilla. Kjo s'ishte aq e lehtë, sepse Vatikani është mjaft i vogël dhe i ngjeshur. Kaluan disa muaj. Vetë atë i shenjtë di që nëna s'do të harrojë t'ja kujtoj dhe jep urdhër që në vizitën e ardhshme të jetë gati Chelsea. Kur arriti dhe ja dorëzuan, nëna u knaq shumë dhe tha: tani të varfrit e mi janë të vetmit që mund të hyjnë brenda në Vatikan pa prerë bilet. Emri shqiptares Gonxhe Bojaxhiu pushton botë. Magjia e saj kalon një nga një kontinentet. Në 1954, Anna Blakey, gruaja e një biznesmeni britanik, me rrugën dhe shkon deri në Indi. I ofron ndihmë. Nëna nuk ka kohë. E hipën në mikrobuzin e saj, të cilit i funden llamarinat, dhe e shpije në shtëpinë e atyre që lëngojnë në Kalikat. Gruaja le jetën prej milionere dhe përveshduart. Ajo formon grupin e bashkëpunëtorëve për Nën Terezën me emrin Komiteti Nën Tereza. Vetëm në Angli ka 30.000 bashkëpunëtorë, 19.000 në Shtetet e Bashkuara, pa folur për vendet e tjera. Ka një gjë më të çmuar se sa milionat dhe tonelatat e ndihmave të Nën Terezës në përbot. Dhe kjo është krijimi një ere të re në historinë e njerëzimit. Krijimi një perandorie të re të panjohur ndonjëherë në planet. Krijimi i perandorisë së dashurisë në emër të Zotit. Krijimi i një morali të ri, të madh njerëzor. Flakën e tij e ka ndezur një grua trup vogël në përdejet e cilës rrjedh gjaku shqiptar. Gjaku i një kombi të cilit vuajtja nuk ishte ndar kurrë.
Që të kuptosh 1 milionte në shtetit të nënës, mjafton të ecësh një herë me kamera nëpër një nga qendrat për kurimin e lebrozëve, siç është ajo me emrin Gandhi Premnivas në Titagar, ngritur në vitin 1958. Dhe ajo është një nga 100 qendrat e tilla nëpër botë. Një monument të tillë guximi mund ta krijojë vetëm një zemër gjeniale si e Nën Terezës. Ajo ka emrin e udhëheqësit indian Mahatma Gandhi, sepse ai u doli në mbrojtje 4 milion lebrozëve që kishte atëherë India. Dikur këtu ishte një kënet buzëqinave të trenit. Lebrozët e dënuar ishin zbuar nga përçmimi dhe lëngonin të vetmuar. Dhe ja sot, këtu tani është një qytet i tërë që rigjeneron jetën. Kështu dal nga dal emri i saj shenjtërohej, duke pushtuar botën. Nuk ka asnjë derë që nuk hapet për të. Nuk ka asnjë burr që nuk ngrihet në këmbë me nderim. Kryeministria Indira Gandhi dhe djali i saj Rajiv ishin miqtë e saj të mëdhej. E prisnin sa herë të donte. Kur Gandhin e përzun nga pushteti, nëna i shkoi për vizitë. Kur e pyetën se pse e merrte mundimin, nëna ju përgjigj pafajsisht. Ajo është shoqja ime. Gjatë luftimeve në Liban, zemra e nënës u trondi thellë kur mësoi se 60 fëmijë musliman ndodheshin në një spital në Beirutin perëndimor. Ju luta zonjës bekuar që të pushoj zjarrin e luftës. Kam shumë besim tek lutjet dhe shpresoj se ato do të dëgjohen. You don't need anything more. Now be close. We'll start going. Come on. Try going. Çudia ndodhi. Lutjet e Nën Terezës u dëgjuan. Kryeministri i Izraelit Begin pranoi të bëjë armëpushimin ditën e nesërme. Gjashtë 10 fëmijët e paralizuar që ndodheshin në zonën e luftimeve shpëtuan. Askujt para Nën Terezës nuk i shkoi ndërmend të largonte këta fëmijë të harruar nga zona e luftimeve. Nuk ka rëndësi çfarë japin. Por sa dashuri investojnë ato çfarë japin. Çdo gjë që dhurojmë, asnjëherë nuk është e vogël për Zotin. Jezusi na mëson ta duam njëri tjetrin, e të mos bëjmë dallim ngjyre, kombësia, dallim për të pasur apo të varfër. Për Libanin këto janë ditë plot trishtim, por ne duhet të falim. Dhe që të falim, ne na kërkohet më shumë dashuri, por edhe shumë për ulësi për të kërkuar ndjes. Miliona njerëz e lakmojnë famën dhe punojnë për të. Flën me ankthin e saj dhe ja që ajo nuk vjen. Me Nën Terezën ndodhe kundërta. Fama e ndjek kudo. Si kur të kesh guximin e marrë dhe të merresh seriozisht me çmimet që ajo ka fituar në jetë, kjo do të ishte një punë pa krye. Ju më pyesni mua, ku është i urituri në shtetin tonë? Ku është i pastrehi, i zhveshuri, i harruari? Vërtet nuk ekziston uria për një copë bukë, por ekziston uria e madhe për pak dashuri, për pak vëmendje, për pak kujdes, e kush dhuron dashuri e do Zotin. Zoti ju bekoft. Gruaja e vogël imcake me këmbë të zbathura
që s'ka asnjë qindark në xhepat e fustanit prej pambuku, bëhet gruaja më e fuqishme e botës. Kur i shkruajti një letër më 1981 presidentit Reagan për të ndihmuar fëmijët e Etiopisë, sapo letra i ranë dorë, Reagan i nxitoi në telefon. Të nesërmen, helikopterët e shtetit më të fuqishëm të botës shpërndanin qumësh dhe ushqim fshat më fshat. Ajo as që ka idenë se sa çmime ka marrë. Dihet vetëm një gjë, që askush në botë nuk mund barazohet me nënën për numrin e çmimeve dhe kaq. Në librin Guinness asnjë është nevoja të shënohet kjo gjë. Shqipëria, dheu që e lindi, i ka dhënë asaj titullin e lartë nderi i kombit. India, dheu i saj dytë pas Shqipërisë, i ka dhënë çmimet më të larta që posedon. Në 26 janar 1962, India shkeli rregullat e saj, duke i dhënë ditën e Republikës çmimin Padma Shri, çmim që nuk mund t'i jepet njeriu që nuk është lindur hindu. Dhjetë dhjetor 1979, në prani të mbretit norvegjisë, nëna ngrihet nga karrigja për të marrë çmimin më prestigjioz të njerëzimit, çmimin Nobel. Nuk e pranoj si çmim personal. Nguli kam nëna. E marr nëse ma jepni në emër të varfërve. Dhe për herë të parë marrin çmim Nobel miliona zbatharak, tuberkuloz, lypës, të smur me lebër. Para gazetarëve të shumtë ajo deklaron me krenari. Për nga origjina jam shqiptar, për nga shtetësia jam indian, nga besimi katolik, i përkas gjithë njerëzimit. Krenare për origjinën e saj, nën Tereza, në asnjë rast nuk do të linte pa përmendur vendin e saj të dashur, shqiptarët e saj, për të cilët ajo i falej Zotit me gjithë fuqinë e shpirtit të saj. God bless and you superior. Underground. So we opened the cathedral in Skodra. And then they gave me this chalice. Holy Father, you offer Mass and then give it back to me. I'll take it back to Albania. I'm going to Albania on Saturday. I'll take it back. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. God was Albania. Pas 80 vjetësh rruga është hapur dhe më në fund ajo vjen natëdhe. Në vendin ku ka lindur dhe ku i foli për herë të parë shqip Zotit. Në të tokë tani përhet nëna që e lindi. Pas 70 vjetësh ajo prek mermerin e heshtur. Sa herë është lutur për të dhe dheun ku prehet. Këto i di vetëm zemra e saj. Së bashku me famën e Gonxhës ka udhëtuar kudo në përbot emri i vendit që e lindi, emri i Shqipërisë.
i këtij vendi të vogël që i dha botës një grua gjeniale. Vitet ikin dhe mosha bën të vetëm për këdo. Edhe një zemër si ajo e nën Terezës, kjo makinë e pamposhtur durimi e shpresash, tashmë fillon të bëjnë natë, dhe spitalet bëjnë aq sa mundën. To be where he wants you to be. If he puts you in the street, if everything is taken from you and suddenly you find Të pranosh të jesh atje ku Zoti të kërkon. Nëse ai kërkon që ti të jesh në rrugë, ti duhet të pranosh të jesh aty ku ai të thërret. Ky është ndryshimi. Ti duhet të pranosh atë çfarë ai të jep. Dhe pavarësisht nga ajo që merr ti, duhet t'i japësh atij çdo gjë me buzëqeshje. Ky është dorëzimi ndaj Zotit. Të pranoni të bëheni copë e qik, e përsëri t'i përkisni atij. T'i japësh atij gjithçka që ai të kërkon. Emrin tuaj të mirë, shembullin tuaj, shëndetin tuaj. Ky është dorëzimi. Pastaj ju jeni të lirë. Today maybe you have a good meal. Të kthehemi në ndërgjegjen tonë, e duke marrë mësimet njerëzore, mësimet hyjnore nga kjo nënë jonë. E nëse ne e konsiderojmë se nëna Teresa, që Teresa është nëna e të gjithëve, një motrë, një nënë. In questa stanza U takova me nën Terezën 2 muaj gjysmë para se të vdiste. Ajo u gjunjëzua pikërisht në këtë vend dhe kërkoi bekimin tim. Unë i vendosa duart mbi kokën e saj, por pastaj rash në gjunjë dhe kërkova unë bekimin prej saj. Ajo më vuri dorën mbi kokë, ngrohtësinë e së cilës e ndjej akoma dhe më dha bekimin e Zotit. Ndjej se këtë bekim e kam ende. I jam mirënjohës nën Terezës, e cila ka kryer shumë mirë detyrën ndaj njerëzimit dhe kishës, por i jam shumë mirënjohës edhe Shqipërisë, e cila është toka që i ka dhënë asaj jetën. Io sono molto grato a Madre Teresa di Calcutta che ha compiuto tanto bene per la società, per l'umanità, per la Chiesa e per il Vangelo. E sono grato anche all'Albania che è la terra che le ha dato i Natali. Disa herë me radhë ajo kërkon dorëheqje, por në të gjitha zgjedhjet, motrat vijojnë të votojnë për të. Nëna dorëzohet duke thënë: "E po me sa duket, ky është vullneti i Zotit, dhe unë nuk kam çfarë të bëj." Pas gati një shekulli, vetë Zoti i mahnitur nga fuqia e saj, e thret lart në qiell pranë vetës për t'u shplodhur në amshim e në paqe.
Vdekja e saj e tronditi gjithë botën. Njerëzimit I ka ikur zemra më e përsosur që ka krijuar ndonjëherë natyra njerëzore për të prodhuar dashuri, një dashuri kozmike. Mbrapa ka lënë një ushtri 1/2 milionëshe. Njerëzit e saj që mjekojnë plagët e botës, ushtrinë më fisnike të gjitha kohrave. Tërë njerëzimi qanë dhe lutet për shpirtin e saj, për nënën e dhimbjes dhe të dashurisë, shqiptaren shenjtore, Nën Tereza. Një zemër e të lirë mund të shohë gjithmonë dhimbjen tek I urituri, I pastrehi, I paveshuri, I vetmuari, të uriturit, të zhveshurit, të sëmurët, të harruarët, janë të zhveshur edhe nga dinjiteti njerëzor. Ata e kanë harruar se çfarë është dashuria e njerëzore, ngrohtësia njerëzore, çfarë është gëzimi njerëzor. I jepi botës më të mirën tënde, e ndoshta do të harrohet. Nuk ka rëndësi. Jep më të mirën tënde. But that homelessness of being abandoned by all, unwanted, unloved, uncared, having forgotten what is human love, what is human joy, what is human touch.